Sërish në fshatin Tërë, situata me përmbytjet vjen të jetë problematike. Në një pjesë të kësaj zone uji vjen të jetë prezent duke vështirësuar edhe lëvizjen e banorëve. Për të parë gjendjen e vështirë që po kalojnë banorët, i pranishëm ishte edhe deputeti i Partisë Socialdemokrate për Shkodrën, Besnik Brahimi. Fëmija mi shkojnë notën të zbos, me dalë makinën e ketë Mosavosja, me shkulli u savi të punu. Nishtu nuk jetohet. Tazi jam hum ka shku dëm, e kam nuj kret. Më shku me pa kavaletin tu, si ka mundë si s'ka denga. I kanë marë, uji i ka lo, ka shku kavaleti, kështu, janë kënë dje, janë mrekulluat ta, kanë po s'ka mundësi ta. Dhe në brez i kam gjerë baktit e imta. I kam pru në bërë, që ja burën e kam pak lifje manel. Tu të e shefon, jam kanë komplet i rathum. Kanali pritë rruga Malcorve, e deri ka dollë të ura gjepejve, në 2011 ka kënë çdo zonë, okej, tësh i ku besa, unë më loja nuk kollon zonë se ja kanë mëllë, ja kanë bon barabar me rrugë. Tësh ti përsa ko një i kanal, ashtë i mëllën, në do të kena përmëtje. Se një ta shokit tu kërkojnë me hap një të kanalin për i të shpija jeme e dhe të rruga gjepejve. Ka rrugë tjetër? Nuk ka rrugë tjetër. Pra i këtë e kërkojnë me zeshnjen se nuk kollën toka, nuk i ujnash. Deputeti Brahimi theksoi se projektet e 3 rrugëve janë dërguar për një viti, ndërsa pritet që të zbatohen, ndërsa shtoi se duhet të ndërhyjet sa më parë për pastrimin e kanaleve kulluese. Projektet ja kena çu për më bakja rrugë, se ishte kanë projekti që kena çu para i vitit, nuk ishte pasur këtë përmytje. A që këtë projekti isha rrugë, para i vitit, a që edhe rruga Aljave, a që që janë 2 rrugë kryesore në trosh. Edhe rruga mas janë shëndetësore, edhe rruga që këtë përmytje vjen për kanaleve që e kanë sës banë, e kanë domosdoshme për pastrim, që është atje në fillim, e deri këtu edhe gjithkund në zonën e Trumshit. Banorët shpresojnë që të ndërhyjet për hapjen e kanaleve dhe rekonstruksionin e rrugëve për mos përsëritjen e përmbytjeve në këtë zonë.